Është një ngjarje ka ndodhur me një vend në Francë, diku para 50 viteve, ka jetu një plak turk, i cili ka pas 50 vjet në atë ditë. Emri i tij ka pas emrin Ibrahim. Edhe ka punu me një dyqan ushqimore në Francë. Dyqani ka qenë me një ndërtese poshtë ku ka jetu një familje jehude. Kjo familje e ka pas një djalë të vogël 7 vjeçare gjys, e cili ka pas emrin Gjad. Gjad e ka pas emrin ki jahudia ki fëmija. Edhe ky fëmija e ka pas zakon çdo ditë shkonte te dyqani i këtina Axhës Ibrahim Turkit, edhe ka ble ushqim që e ka prosit familja. Mirë po, e ka pas zakon dhe tradit çdo ditë që e ka qu familja vetë për me blenë dyqan te ky plaku turk të Axha Ibrahim, e ka pas një vest keq. Ka vjedh ka një çokoladë. E ka vjedh ka një çokoladë. E një ditë për ditëve vjen edhe ky Axha Ibrahim. E ka pas është duke vjedh çdo ditë, po është marru dhe ka shtirë, kishe sa nuk është duke e pa. Një ditë për ditëve ky djali haron me vjedh çokoladë. E ky e nën. Ky pranari dyqanit ki plaku turk. Axha Ibrahim do të nalu, thot thot kja ru me moni çokoladë. Ky skuqet, i vjen siklet marrë, thot, e pas ka kuptu, thot, a ma fal be, a ma fal se po të premtoj se pikë saj dite nuk vjedhe më kur, thot. Kur nuk vjedhe çokoladë? Mo e men, qëfar da veti? Ka mujt për ditën e parë me thonë, shka e duke pa? E len t'i trashe, me mequri, me urtësi. Edhe thot, jo, thot, në gjohë, unë t'a bëj Allah, t'a fali, a me kusht, jo vetëm tonë me vjedhë, kur mës me vjedhë, thot, asë një, thot, ja ka dhonë besën, edhe nuk ka vjedhë kur kun. Edhe, këtë djali, ki i voglushi, jahudia, u gëzu me këto fjallë, se pja falë, amëll e kalan, se kanë dënu, as nuk e kanë dëshku, shure, pi të regon, mesazh, u da, si thot populli imson sa marë, me marrë vesh e tjetëre. Ta shtreti, ama dhe mek, nuk jam me eftë, kam pa, nuk ban ki gjest, nuk është mirë. Para e ujë nuk bate jotja, malë që tërkuna nuk bate jotja, e mu është vetëm barken me zjarë. Edhe thot kalon vitët, derisa Axha Ibrahim, për këtë djalin gjadin, thot batë si babam, si shokjebe dhe si nana, qatë që më afron me zveti. Kur gjadit thot, gjadit i ndodh këtë një problem, i ngushtoj ke rrejtët dhe njerë, ja paraqit ke këtina Axhës Ibrahim, qëtë halë e kam, qëtë problem, e du një zgjidhe, thot. Edhe, ky i zgjidhe zgjidhja, ja baron të qysh, e ka pos një qese në duqan, e ati ka pos një libër. Edhe, jep ka të librën këti gjadit, këj plak i turki dhe ke, qele këto dy faqet e para, shikoj e thot, se këtu ka zgjidhja. Edhe ja zgjidh ke problemin, u dhe, u rahatoj ke nga problemi. Kaluan vitë, thot, deri sa Axha Ibrahim, thot, ishte i pashkollum. Qëre, qëfar dave gjia thyrës? Jo me shkollë, as të mesme, as fakultet, thjesht musliman, ama praktikant, pa shkollë. Deri sa thot, ky gjadi i boni 24 vjetë, ky gjali i vogër, ndërsa ky plak i boni 67 vjetë. Ky Axha Ibrahim vdiq. E pasi që vdiq, thot, para vdekjes ja patlan gjemve të vetë. Ky plaki, një kuti, në të cilën ishte një libër, than, jep një ati jahudijes gjadit kur të vjen, thuj e ki për e Axhës Ibrahim, si dhurat. Edhe i porosit i bite vetë që mja dhanë. Kur në gjoj, ki gjadit se ka ndrujet, u mërzit shumë. Se ishte tafër dhe kishë, ma gati si dhe në babës, e nanët, e shoket edhe jaran. Mirë po, pastaj u mërzit shumë, kur këto gjemë e këti Axhës, ja durzun atë kesën, atë kutijen që ishte libra, edhe kjo e mund me vete. Një ditë që kjo djali gjadi, i ndodhë një problem. Në atë momentin një kujtu, Axha Ibrahim, ku kishë problem, ta ju drejtoj kje. Tash, se kanë gjallë, kanë drujet, e shka me pa thot, e atërë thot, ju kujtuaj, shkoj drejt të kutija, në të cilin ishte libra. Shkoj të kutija, kur e hapi, kur e gjeti atë librën, që ja kishtë lanë
Axha Ibrahim. Kur apo atë libër shka me po? Libra ishte në gjuhën arabe. Edhe nuk dinte më lexuke. Shkoj te një shok i vet që ishte nga Tunisi, ai ishte arab, tunisian, i tha, "Të më lexoj, ja shtetoj dhe ja lexoj." Pastaj ja tregoj dhe problemin, edhe ky tunisiani, pasi që ja mësoi këta, ky gjadi i thot, "Ç'a është ky libër?" O ti shok thot, "Ky libër është Kurani, libri i Allahut xhaleshanu. Libri i gjithë muslimanëve që e kanë kushtetut." Gjadi ja kthei tha, "E si të bëna unë musliman, pasi që kanë librin e muslimanëve?" Tha, "Thjesht, thuaj shahadetin, pranoj shariatin dhe ukri." E si me thonë, thuaj, "Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu." E tha shahadetin. Ky. Edhe e ndroj emrin, tha, ka me pasibin Gjadullahi l-Qurani. Arabisht gjad i thonë e që është serios, i përpikt. I përpikt i Allahot ndaj librit, Kur'anit. E zodhe këtë emër si madhrim, si libër mahnetës që e ka ndryshu jetën e vetë. Edhe gjadi filloj me mësu me Kur'anin. E mësoj edhe u bani thirs, misionar davegji në rrugën e Allahut, shkonte në Evropë. Në Evropë edhe jo prezentoj ke njerëzve islamin, në durët e tyre kanë pranu ma shumë se 60.000 veta krishterë dhe jahudu islamin. 60.000. Që na, familjes musliman, babe e non musliman, o gjallartë mahal, gjamia, ezan, muezin, libra, për vete nuk jena, se jo për tjertë. Ky, serios, gjatë, serios dhe i përpikt, në rrugën e Allahu gjërën 60.000, po, 60.000, një dit, përdesa ishte duke shletuat librin, kujtimet e vetra, kur e ka hafat Kuranin, kur e ka pati një flet, ka qenë një art e botës. Në atë art, ishte i vizatun kush kontinenti Afrikës, në nshkrimi ishte e Axhës Ibrahim. Ati shkrun të theke, thirë në rrugën e Allahut me urtësi edhe me këshilla. Që të fjallëm, udu ila sabili rabbike bil hikme wal mau'izati al hasana. Thirë në rrugën e Allahut me urtësi, me të mirë, me të butë, me fjallë më të mira. Nuk ka nevojë për një kriminet. Si ki plaki. E ka posë të sërë duke bëtë gjuna, po e ka prit momentin e fundit. Pat, edhe kjo e ka lënë pa tekst. Thot, Gjadullahi thot, kur e lexova këtë ardhën në Afrikës, e kuptova se ky po ma lën mesazh. Ka thonë çka? Me braktisë Evropën, po me shku në për vendet e Kenijës, në jug të Sudanit, në për Ugand, ato vendet edhe me thirr në rrugën e Allahut. Ky plot 30 vite ka net në Afrikë, duke thirr në rrugën e Allahut. Këtë që ka qenë shkak, kush e ka bërë davet? Ky plaki. Jo hoç, jo thirr, jo davet xhimat, plak i thjesht pa shkollë, ama me urtësinë e mençuri, 30 vjet ka bërë davet, thuhet se mbi 6 milion njerëz e kanë pranuar fejen në dorën e këtina. Mbi 6 milion, deri sa i ka bë 54 vjet në rrugën e Allahut xhaleshanu, më pastaj thot ka ndru jetë nga një sëmundje që ka qenë atëre në Afrikë, po shka është më interesant, nuk përfundon këtu ngjarja, edhe nëna vetë tregon, nëna ti ka qenë jahudike fanatike, ka qenë mësuse në fakultete universitare, ajo e ka pranu fejen kur në vitin 2005, 2 vjet pas vdekjes së xharit vet, ajo është mënu maksimalisht gjën në vet 30 vjet me largu nga feja Allahut. Çu ishte u bënë ti musliman? Mirë, po pas asaj nëna vet u ka bashka davetxhike deri 70 vjet, ajo nuk është nal edhe e ka thirr në rrugën e Allahut xhaleshanu xhelle xhelalu. A e morët vesh këshëra? Si ba daveti? Me të mirë. Jo me ashpërsi. O gjenaçar, o idiot, o i pa fe, o munafik. Ja, këto përkundazi, ma lartë, me të butë. Me të butë. I të po shka duke ba. Leje, deri në momentin e fundit. E zëmë disa momente qaste, ku janë momentet prekse, edhe van me ditë. Deri kurve kështu. Deri kurve. Sur kjo është, sur ka të shmithan. I ka përmbledh këtë ato vite që ka vjedh, mere se sot e arove me marë që qokoladë. Kjera? Edhe ma kam e patekt. Ati ju ka kujtu këtë ato vite që ka vjedh, si pas ka nashkallu në kanon të lirë. Edhe na kështu të me bëda vetë o vëllezër të dashur. Këto të regimet letjen për neve shembët, si ilustrim se si me bëda vetë në rrugën tonë. Këto në gjëret
duhet më na stimulu neve me bë vepra të mira, më na bë aktiv, jo dembela dhe parazit me ne. Turp, kur të ndëgjojmë këto rastet, Jahudia ka qenë, është fenë Allahut, ka investu, ka bën më shumë se për neve, më shumë se neve. Bile, në fund të ngjarjes tregohet, i kanë thonë këtina, se ka bën më shih, ky djalë i ri, Jahudia, Xhedullah që ka bën musliman, i kanë thonë, si ndjen veten ti, dorë të tua me milion njerëz që kanë pranuar fen, ka thonë, do çfarë ka thonë, a? Thot, nuk nina shumë krenar, thot, pse? Se kret kjo është pjesët e mirësi në kontën atij plakit kanë më shku. Se ki plaki ka qenë sebeb, kjo është drejtu në rrugën e Allahut, dorë tek ti ka pranuar fen. As ka thonë pejgamberi Allahut, ai i cili ton edhe thret në rrugën e Allahut, edhe bësh shaktar për dikan me pranuar fen, këtij njerit çka? Edhe ati që ka pranuar fen Allahut, ka me pas sevape pa ju pak suktina. Mushët,